Shënimi I fundit ditës, por jo për nga rëndësia, është ai që lidhet me gjykatën kushtetuese, e cila nuk e ka gjetur dot forcën për të mos e lejuar rrimarrjen peng të qeverisë së Shqipërisë, me një mjet të papar dhe të padëgjuar në botën demokratike, siç është pezullimi I antarit qeverie nga një prokuror dhe gjykatës në një seancë paraprake, pra pa filluar akoma gjyshi. Kështu Shqipëria bëhet, për herë të dytë në 2 muaj, shembulli I parë I një budallëku botëror. Sepse gjykata kushtetuese u mbyt në lugën e ujit të turbullt të atyre që Cervantesi në librin e tij të famshëm Don Kishoti I Manchës I quan arsyet e mosarsyes. Por fakti është se mos vendimarrja e gjykatës kushtetuese e kthen në fuqi pezullimin e ministres, e cila, që të jemi shumë të qartë, pavarësisht se qartësia është një luks, dhe një luks I rrallë që mund ta kërkosh, po vështirë ta gjesh në turbullirën e 700 tenxhereve politike mediatike, nuk akuzohet për korrupsion, as nga vetë prokurori që shpiku pezullimin e antarit të qeverisë, me vendim të një seance të mbyllur të përgatitjes së një gjyqi. Sidoqoftë, zhbërja e kësaj shpikje e 100% made in Albania e drejtësisë re dhe e drejtësisë ende të papjekur shqiptare, e cila nuk ka lidhje me rastin e çështjen konkrete, po me një parim të panegociueshëm të demokracisë, mbetet një domosdoshmëri për të rigarantuar pavarësinë e ekzekutivit dhe parlamentit nga pushteti gjyqësor. Kështu që ne do ta vazhdojmë këtë betejë, ku na thiri me pahir çartja antidemokratike e pezullimit I antarit qeverie, dhe ku fatkeqësisht na mban akoma sot, pa fuqia gjykatës kushtetuese, për të marrë një vendim sa të thjeshtë. Është vendim shumë I thjeshtë, se mjafton të marrë shembull çdo vend të botës që do, apo të gjithë vendet e botës bashkë, dhe nuk do të gjesh dot një gjë të ngjashme, por një vendim po aq të nevojshëm për të mos e lënë Shqipërinë vendin e vetëm në planet, ku sot, aktualisht, me këtë brutalitet të rilegjitimuar nga kjo mosvendimarrje, vetë presidenti I Republikës mund pezullohet nga I pari prokuror që gdhihet me këtë ide në kokë. Në ndërkohë, kam dhe diçka tjetër. Kujdo që ka vënë buzën gas, apo ka nxjerrë gjuhën jashtë, pas mosvendimit kushtetueses, dhe bën hosana dhe fërkonduart me kuturisjet e modës re të arresteve pa gjyq, të cilat arritën një kulm të ri këtë javë, me 30 e kusur flet arreste të prerë nga një prokuror në Durrës, I cili në fakt nuk paraburgosi vetëm veten e vet, se gjithë çka kishte rreth e rrotull për një çështje që nuk përmbush asnjë kusht, zero hiç, nga ato që Këshilli I Evropës dhe Drejtësia Demokratike përcakton si kushte të domosdoshme për arrestin, I futi në një thes, u them një gjë. Kush beson se përpjekja e natyrshme për shtetin ligjor, e të gjithëve bashkë, e jona, qeveri, parlament, drejtësi, me të gjithat përpjetat dhe të pjetat e saj, arritjet dhe lajthitjet e drejtësisë re, do të prodhojnë ndonjëherë kosto për këtë shumicë qeverisëse, të cilat do ta kthejnë në punë mullirin e prishur të opozitave, gabon ditë dhe natë. Sepse nuk kupton atë që e kupton shumë qartë populli shqiptar, njeriu I zakonshëm I Shqipërisë. Lufta për drejtësi, për shtet ligjor demokratik, për Shqipërinë europiane në Bashkimin Evropian, ka vetëm një garant, ende sot për sot. Mua dhe këtë shumicë qeverisë. Kaq e thjeshtë.